Kjo grua hëngri 2 banane për 30 ditë rresht, do mahniteni me atë që i ndodhi. Shumica e njerëzve nuk kanë kohë për të ngrënë në shëndetshëm dhe kështu preferojnë të hanë më shumë ushqime të shpejta sesa të shëndetshme, përderisa konsumin e frutave dhe perimeve e lënë pothuajse anash. Shkencëtarët dhe nutricionistët kanë të qartë se shumica e njerëzve preferojnë ushqime të tilla, kur dihet se këto ushqime mund t'i dhurojnë trurit tuaj edhe ushqyesit e nevojshëm për të patur një fokus më të mirë dhe një sistem imunitar më të shëndetshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Si bananet për shembull, ato janë gjithashtu shumë të shijshme dhe shumë të shëndetshme, që nëse konsumohen në sasinë e duhur dhe ashtu si duhet, do t'i japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve që ju kanosen. Nutricionistët thonë se vetëm një muaj pasi të konsumoni 2 banane në ditë, shëndeti juaj do të përmirësohet ndjeshëm. Çelësi qëndron te: mos i konsumoni me stomakun bosh, por gjithmonë pas ushqimit. Bananet janë veçanërisht të shëndetshme për konsum. Bananet përmbajnë gjithashtu edhe pak sodium, për shembull kanë edhe shumë kalium, i cili është i domosdoshëm për rregullimin e shtypjes suaj të gjakut dhe gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës, duke dhënë rezultate fantastike në këtë aspekt dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet. Ato janë një burim i shkëlqyer i fibrave dhe kështu do të lehtësojnë punën tuaj të zorëve. Nëse keni probleme me tretjen si kapslëku për shembull, mund të konsumoni banane të pjekura mirë që do t'i japin rezultate fantastike në këtë aspekt të shëndetit tuaj. Nëse ndiheni të lodhur gjithashtu edhe të dobët, shtoni konsumin e bananeve në ditët tuaja. Bananet do të sigurojnë gjithashtu energjinë e nevojshme ditore. Ato janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese përpara ushtrimeve. Ato janë një aleate e mirë edhe kundër çrregullimeve të ngrënit gjithashtu edhe pas ushtrimeve. Vetëm sigurohuni t'i konsumoni si duhet dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve tuaja. Nëse trupi juaj ka nevojë për më shumë hekur, bananet mund t'ju ndihmojnë në këtë aspekt. Substancat që gjenden te bananet stimulojnë prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës dhe në mënyrë të konsiderueshme ndihmojnë njerëzit anemik. Bananet janë shumë të mira kundër kollës, dhimbjeve të fytit dhe problemeve të ngjashme. Nëse kombinoni bananen me pak mjalt, atëherë do të arrini të merrni një ushqyes të rëndësishëm në lehtësimin e problemeve të fytit dhe gjithashtu problemeve të mushkërive. Sigurohuni që këtë frut ta keni pjesë të dietave tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Konsumi i bananeve në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe jo vetëm. Arsyet pse duhet të konsumoni banane pa u menduar gjatë janë të larmishme. Bananet ndihmojnë dhe parandalojnë një sër problemesh dhe gjendjesh të ndryshme. Duke u bërë pjesë të dietave tona ditore, ato mund të lehtësojnë komplikacionet e trupit. Bananet janë të mira për shëndetin nervor. Bananet janë të pasura me nivele të vitaminës B, të cilat të ndihmojnë në qetësimin e nervave. Vitamina B6 përmban gjithashtu edhe një rregullues të mirë të niveleve të glukozës, të cilat mund të ndihmojnë edhe në gjendjet tuaja emocionale. Shtimi i bananeve në menun tuaj ditore do të jetë një ushqyes shumë i mirë edhe për personat të cilët do vuajnë nga anemia. E pasur me nivele të mira të hekurit, bananët stimulojnë prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe kështu ndihmojnë edhe në rastin e problemeve anemike. Shtimi i bananeve në dietat tuaja ditore do të përkthehet edhe në një mbrojtje më të mirë kundër depresionit. Sipas një studimi të kryer nga Mind në mes të njerëzve që vuanin nga depresioni, shumë prej tyre kanë ndjerë më mirë edhe përmirësime të dukshme pasi kanë ngrënë një banane. Kjo për shkak se ky frut përmban element të tripofanit, një lloj proteinës që trupi juaj e shndron atë edhe në melatonin, i cili mund të jetë një
rezistent mjaft i mirë mbrojtjen e trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i bananeve në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje efektive ushqyese për trurin dhe për trupin tuaj. Ndaj konsumojeni atë në mënyrë të rregullt dhe rezultatet do të jenë fantastike. Ato janë të mira për shtypjen e gjakut. Ky frut unik tropikal është ekstremisht i pasur me potasium dhe sasi të vogla të kriprave duke bërë ato të përsosur edhe për të mundur shtypjen e gjakut. Bananet janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të lehtësuar gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të kokës. Përgatisni një milkshake duke kombinuar banane dhe duke e përzier atë edhe me mjaltin. Banania do të qetësojë stomakun, kurse me ndihmën e mjaltit do të rrisni gjithashtu edhe përmirësimet e mbrojtjes suaj duke lehtësuar dhimbjet e kokës. Ndaj sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja konsumin e bananeve, por asesi me stomakun bosh për të mos shkaktuar efekte anësore të organizmit tuaj. Shtimi i bananeve në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje fantastike edhe kundër problemeve të mëngjesit, të cilat manifestohen me të villa te gratë shtatzana, dhe konsumi i këtij fruti në këto situata do të përkthehet në një mbrojtje fantastike rigjeneruese të shëndetit dhe lehtësuese të komplikacioneve të tij. Shtimi i bananeve në dietën tuaj do të parandalojë edhe pickimet e mushkonjave. Përpara se ta aplikoni krem kundër pickimeve të mushkonjave, provoni ta fërkoni atë me të brendshmen e lëvorës së bananes mbi vendin ku jeni pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se kjo është një mënyrë fantastike për të qetësuar gjendjen e tyre dhe për të parandaluar inflamimin dhe kruajtjen më pas. Shtimi i bananeve në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë për sistemin tuaj tretës dhe jo vetëm. Bananet do të ndihmojnë dukshëm që të ktheni aktivitetin e jashtëqitjes në gjendjen e tyre të rregullt dhe të evitoni kështu komplikacionet. Shtimi i këtyre frutave në dietën tuaj do të përkthehet në një mbrojtje fantastike të tretjes dhe parandalimin e komplikacioneve. Kështu, bananet në dietën tuaj do të përkthehen në një mbrojtje të vërtet ushqyes kundër çrregullimeve të tretjes. Ato janë të mira kundër problemeve të ulçrave. Bananet mund të përdoren si një ushqim kundër çrregullimeve të zorëve për shkak të materies së butë të saj. Gjithashtu ato neutralizojnë aciditetin e tepërt dhe zvogëlojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Sigurohuni t'i kombinoni si duhet në dietat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe në rigjenerimet e shëndetit. Ekspertët thonë se bananet janë një frut fantastik edhe kundër çrregullimeve të ndryshme ushqyese, duke dhënë kështu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Çrregullimet e depresionit janë një nga format më të ndaja që prekin pjesën më të madhe të personave. Bananet ndihmojnë në këta persona që vuajnë nga kjo gjendje për shkak se ato përmbajnë triptofan, një rregullues natyral i gjendjeve emocionale. Bananet janë të mira kundër problemeve të stresit. Potasiumi është një mineral vital i cili ndihmon në normalizimin e rrahjeve të zemrës, dërgon oksigjen në tru dhe rregullon balancën e ujit në trup. Kur jeni të stresuar, ritmi i metabolizmit shpejtohet duke bërë kështu edhe zvogëlim të niveleve të potasiumit. Këto mund të ribalancohen me ndihmën e bananeve që janë shumë të pasura me potasium. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe kundër sulmeve në tru. Sipas ullëtimeve dhe të New England Journal of Medicine, të hani banane rregullisht si pjesë normale e dietës mund të zvogëlojë dukshëm riskun e humbjes së jetës nga goditja në tru për gati 40%. Bananet janë të mira edhe kundër djegjeve të stomakut. Bananet kanë efekte natyrale antiacide në trup që nëse vuani nga thartira, provoni të hani një banane për të çliruar në situatat tuaja emergjente. Por si me çdo ushqim edhe ky duhet të konsumohet me kujdes, në mënyrë që të mos krijojë probleme të shëndetit dhe të mos krijojë gjithashtu edhe probleme të tretjes. Nëse jeni një adhurues i bananes dhe doni ta keni pjesë të dietave tuaja ditore, duhet të gjeni edhe kohën e përshtatshme për ta konsumuar atë. Bananet nuk këshillohet ta konsumoni me stomakun bosh pasi mund të krijojë probleme me aciditetin. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.